xhamatlit të ndershëm, të pranishëm. Allahu Azza wa Jall na mundësoj nga mirësitë e Tija që t'i kalojmë 10 ditët më të zgjedhura të Allahut Azza wa Jall. Ashtu si që tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, khairu ayami dunya, ditët më të mira të kësaj bote 10, ku e kalua me ditën Arafatit, ku Allahu Azza wa Jall ja u mundësoi besimtarve që me një ditë agjerimit i shlyen 2 vjet mëkatet e kaluar, një vit i kaluar dhe viti i ardhshëm, dhe ishte dita e Bajramit, e cila është ditë e madhe, therje e kurbanit, sakrificë dhe afrim tek Allahu Azza wa Jall. Mirë po, me këtë përfundoi dhe haxhi, ku haxhilerët janë kthyer në shtëpitë e tyre dhe disa prej tyre janë në Medinë. Mirë po, rituali i haxhit është kry. Dhe kur kryet rituali i haxhit dhe këto ibadete dhe këto adhurime, nuk do të thotë që njeriu të ndalet nga adhurimet, shkaku se kanë kaluar ta ditët e zgjedhta dhe se njeriu duhet të kthehet në dembeli, duhet të kthehet në mëkate, duhet të kthehet në një jetë jo të kënaqur ashtu siç ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall. Do të ndalin disa pika që si të reflekton besimtari pas këtyre ditëve të zgjedhura, pas kësaj sezone e cila ishte e përmbushur me adhurime dhe ibadete. Dietarët kanë thënë niveli i parë i përmban 3 pika, njëra prej saj është istighfari, kërkimi falje tek Allahu Azza wa Jall, e dyta është shukri, falënderimi, dhe e treta është lutja apo duaja. Pse vëllezër të nderuar istighfari? Sepse njeriu ku me ditë se sa të jetë i përpikur në adhurimet e Allahu Azza wa Jall, ku me ditë sa të jetë i përkushtuar në adhurime, nuk ka mundësi që të bën ndonjë, ta kryejë ndonjë adhurim të plot pa bërë ndonjë pengesë apo pa bërë ndonjë lëshim të vogël, që me istighfarin pastaj ajo përmbushet. Për atë dhe Allahu Azza wa Jall ju drejtua dhe haxhilerëve dhe u tha, thumma afidu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah. Dhe ju o haxhiler, enduni në ato vende të shenjta, në Arafat, në Mina, në Muzdelife, pastaj kërkojni falje tek Allahu, se Allahu ja u fal. Ata bënën gjuna, ata nuk bënën gjuna. Ata bënën adhurime, bënën ibadete, mirë po Allahu Azza wa Jall po thot, përfundojni me istighfar, sepse istighfari i plotson disa mangësi nëse janë bërë eventualisht gjatë haxhit. Po ashtu dhe ne e kemi nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam, pasi që ta falim namazin dhe të japim selam, është nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam ta bëjmë një lutje e cila është 3 herë të thuash astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kjo është çka është? Është përkujtimi apo dhikri me një herë pas selamit. Pse ti abune me gjunan namaz? Jo, ti e fale namazin për hir të Allahut Azza wa Jall. Mirë po ndoshta koncentrimi nuk ka qenë i duhur ashtu siç duhet, ndoshta namazi jot nuk ka qenë ndoshta i plot ashtu siç duhet. Mirë po me 3 herë istighfarin që e bën pas çdo adhurimi, Allahu Azza wa Jall e plotson atë mangësi të cilën e ke bërë. E dyta, stacioni i dytë i nivelit të parë është falënderimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Pse? Sepse Allahu Azza wa Jall thot, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju mundoheni të numëroni mirësitë e Allahut, nuk do të mundni të arritni numërimin e tyre. Nga mirësitë e Allahut që Allahu të dha shëndet, Allahu të dha pasuri, Allahu të dha mirësi të shumta dhe prej tyre ja u mundësoi që të shkojnë në haxh dhe nuk ka mundësi njeriu të shkon pa e ndihmuar Allahu Azza wa Jall. Mirësia e madhe është që njeriu të shkon në haxh, mirësia e madhe është që njeriu t'i kalon 10 ditët e zgjedhura, mirësia e madhe është njeriu që të agjeron në ditën e Arafatit. E këta mirësi, këta dhunti janë nga Allahu Azza wa Jall, e nëse ti e falendron Allahun, Allahu ka për të shtuti mirësit e tia të pafundshme, të pa numëruara. Po ashtu Allahu Azza wa Jall thot, wa qalilun
min ibadi yashkur, dhe pak prej robërve të Allahut Azza wa Jall janë falëndërues e falënderojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe stacioni i tretë është lutja, është duaja. Pse besimtari duhet të lutet dhe të bën dua në vazhdimsi? Sepse lutja dhe duaja është njëra nga ta që të forcon ti që ti pranon lutjet e Allahu Azza wa Jall. Për ata Aisha radiallahu anha e lexon një ajet para pejgamberit alayhi salatu wassalam, walladhina utu ma atau wa qulubuhum wajilat. E lexoj këtë ajet tha, dhe ata, o i dërguari i Allahut, çka është qëllimi i këtij ajetit? A e ka për qëllim ata njerëz të cilët vjedhin, ata që pinë alkool, ata që bëjnë zina, ata që bëjnë gjakderdhje? Tha jo, o i bija e Sidikut. Nuk e ka për qëllimin se ata bëjnë gjunohe, ata falin namaz, ata agjerojnë, ata bëjnë vepra të mira dhe në fund frigohen se adjo t'ju pranohet atyre vepra. Ata japin dhe frigohen dhe zemrat e tyre i kanë të frigësuara se a do t'ja pranon Allahu Azza wa Jall adhurimin. E njëra ndër cilësit që të reflekton pozitiv pas disa adhurimeve është që njeriu të bën lutje dua, e duaja dhe lutje për pranim është më afër që Allahu Azza wa Jall t'ja u pranon lutjet besimtarve. Po ashtu niveli i dytë, vëllezër të nderuar, është që njeriu t'i ruan veprat e tij. Shumë njerëz bëjnë vepra të mira në Ramazan apo në 10 ditët e Dhulhijhes apo në ibadetet të ndryshme, dhe pasi që kryen këta ibadetet, ai përsëri fillon gjunahe, fillon mëkate, i braktis ato adhurime, i braktis ato ibadete, dhe kjo është një rrezik nga rrezikët shumë të mëdha. Pse? Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ju dretu sahabëve dhe i tha, e te drune menil muflis, a e dini se kush është i falimentuar në mesin e juaj? Ata i thanë, o i dërguar i Allahut, i falimentuar është ai njeri i cili s'ka të holla dhe nuk ka pasuri. Fal muflisu min ummeti, ai i falimentuari nga ummeti im është ai që vjen në ditën e gjykimit me namaz, me agjerim, me zeqat, me sadaka, wa qad shatama hadha, wa qadhafa hadha, wa fasaka dama hadha, wa daraba hadha. Ai edhe pse ka agjeru, edhe se ka bo veprat mira, mirë po vjen në ditën e kiametit, dëkan e ka përgoju, dëkan e ka sha, dukuja ka dirë gjakun, dukuja ka marë pasurin, e ka ngran pasurin pa të drejt. Në ditën e kiametit do t'i mirën të gjithë se vapët, do t'ngele 0-0, e nëse do t'ngele 0-0, edhe do t'kese përsëri gjunahe, thot jo, tamin se jeti, do t'ngarkohet ai me gjunahe, hatta turiha finnar, deri sa të t'gjuat në zjarëm të xhehenemit. Njeriu, kur bën vepra të mira, duhet t'i ruan ata veprat e mira, mos t'i prish ata veprat e mira, që t'i ketë në depon e ti, të ketë në kontën e ti, në ditën e kiametit, t'i peshojnë në peshorën e veprave të mira. Fa men thekulet me wazinuhu, fa ulaike humul muflihun. E atyre të cilët ju peshon peshorja e veprave të mira, ata do të jenë të shpëtuar, do të jenë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu dhe niveli i tretë, i cili është pra të vazhdimësia në veprat e mira. Një nga alametet, një nga shenjat që njeriu t'janë pranu veprat e mira, ai i cili vazhdon dhe pastaj me veprat mira. Vazhdon duke bërë ibadet, vazhdon duke qenë i rregullt me namazin, vazhdon duke lexuar librin e Allahut, duke bërë hatme, ai vazhdon duke bërë sadaka, ai vazhdon ndonjë ditë të agjeron për hir të Allahut, ai vazhdon duke i lidh farefisrit, ai vazhdon duke u afru me njerëzit, ai vazhdon me sjelljen e mirë, me buzëqeshjen e mirë, me fjalë të mira që e kënaq Allahun Azza wa Jall dhe afron raportet. Dhe dietar kanë thënë njëra nga cilësi që është pranu adhurimi, i është pranu haxhi, janë pranu veprat e mira, është që njeriu të jetë më i mirë pas haxhit se sa para haxhit.
Njeriu të jetë më i mirë tash pas 10 ditëve të Dhulhijhes, e jo të jetë, do të thotë, njeri i cili bën mëkate dhe të jetë më neglizhent ndaj udhërimeve të Allahut azza wa jall. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala të na udhëzon në rrugën e tij, na përforcon në dinin e tij, na bën imanin që ta kemi në zemrën tonë, të kemi një iman, një besim të fortë, që ta falenderojmë Allahun azza wa jall çdo mirësi, që ta falenderojmë me gjuhën tonë, ta falenderojmë me zemrën tonë duke qenë të kënaqur dhe ta falenderojmë me gjymtyrët tonë duke bërë veprat e mira. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور